Zanafilla, balanca dhe disbalanca. Pjesë nga libri Nga hijet në dritë. Tema e parë. Që në fillimet e mia, jeta nuk më ofroi rrugë të lehta. Fëmijëria ime ishte e mbushur me mungesë dashurie, me dhunë të eshtur, me pritje që nuk u mbajtën kurrë. Por ajo që më shënoi më shumë ishte pabarazia, ishte ndjesa që unë nuk isha si të tjerët, që më shumë jepja se sa merja, që më shumë eshtja se sa dëgjoja fjalë të mira. Dhe në këtë disbalancë u krijua shpirti im i vogël. U rit, u përull, u përkull, por nuk u thye. Sepse në errësirë fillova të dëgjoj zërin tim. Aty, në qetësinë e dhimbjes, fillova të ndjej, unë nuk jam kjo që më është thënë, unë jam diçka më shumë. Udhëtimi im filloi me pyetjen: pse gjithmonë ndjej sikur jam më shumë se ç'marr? Dhe përgjigja erdhi kur kuptova se plagët e fëmijërisë ishin modeli im i parë për dashuri. Kur babai nuk të jep butësi dhe nëna nuk të mbron, ti mëson të bësh i fort, por brenda lëngon. Mësova që shpirti nuk lind i disbalancuar, ai mëson të harroj veten për të mbijetuar. Dhe vetëm përmes kujtesës, përmes kthimit tek vetja, tek zemra, tek e vërteta, fillon balanca. Pjesë nga libri Nga hijet në dritë, me Rita Cake. Ky libër është shkruar për të gjitha gratë dhe shoqërinë tonë shqiptare. Për fëmijët që u rritën në vuajtje, në mjerim dhe nuk u dëgjuan. Për gruan që nuk u dëgjua. Nga hijet në dritë është tërfimi një gruaje që u çlirua nga zinxhirët e skaluar dhe zgjodhi veten, jetën dhe dritën. Zgjodhi të largoj dhimbjen, ta kthej në forcë, drejtoi zemrën, zgjodhi veten dhe të jetojë e lirë. Çdo grua mund të gjej veten te ky libër. Dhe jo vetëm, por ka dhe ushtrime të ndryshme që mund të bësh edhe të zbulosh dhe ti plagët e tua dhe t'i kthesh në forcë. Mund të marrësh një fletor dhe një silolaps dhe të fillosh të shkruash. Ushtrim për ty. Akoma dhe në qofse je dhe mashkull. Ulu në një vend të qetë. Veri një dorën e majtë në zemër dhe dorën e djathtë të barku. Merë frymfell me undë, si kur të mbash aromë një trëndafil dhe nxirr me gojë si kur do të shuash një qiri. Përsërit e këtë ushtrim 2-3 herë dhe pastaj pyet veten tënde: cila ishte situata e parë ku ndjeva që dhash më shumë se sa merrnja tek të tjerët? Si u rrita unë si fëmijë?
dhe çfarë duhet të jetonja dhe çfarë jetova. Fillo të shkruash pa menduar dhe pa gjykuar të tjerët, por vetëm nxirre atë që ke mbajtur brenda atë emocion. Dhe do shikosh që me kalimin e kohës dhe duke e lexuar këtë libër, do shikosh që do lirosh shumë emocione dhe dhimbjen tënde që ke mbajtur fellë. Për të gjithë ju që keni dëshirë ta merrni këtë libër, ta keni tuaj që nuk është vetëm një libër, është diçka më shumë. Mund të më shkruani në privat tek telefoni 0030 699 321 46 37. Mund të më shkruash në Viber, Telegram dhe WhatsApp. Për më tepër, do të isha mirënjohës nëse këtë video do ta shpërndash dhe në njerëz të tjerë, sepse mbase do një aty jashtë ka nevojë ta dëgjojë këtë video të lidhet me shpirtin e tij dhe zemrën e tij. Mund të më ndjekësh në YouTube për video të tjera dhe lexime nga ky libër dhe nga libri 366 pralla për të mëdhenj dhe të vegjël. Ju dua shumë dhe do isha shumë mirënjohëse nëse do më thoshit nëse ju ndihmon kjo mënyra e paraqitjes të këtij libri. Dhe çfarë ndihet ju, a e pat diku veten tuaj te kjo tema e parë që lexuam. Ju përshëndes.